por bëhet fjalë për konkretizimin e asaj 6 muajorën e 2 të 2026-s, ndërkohë që në fillim të projektit supozohej që gjithçka të merrte jetë për 30 muaj. Çfarë ndodhi? Çfarë hasëm rrugës? Është vërtet ka pas disa kompleksitete. E pari ishte që nuk ishte parashikuar elektrifikimi i linjës. Në kohë tashmë, si pjesë e strategjisë kombëtare, të gjithë linjat të Shqipërisë do jenë të elektrifikuara. Nuk do ketë më për publikun që nuk e kupton, të elektrifikuara do thotë? Pra, qofse aktualisht lokomotivat janë diesel, pra punojnë me naftë. Do punojnë me elektricitet. Do punojnë me elektricitet. Po kjo kërkon ndërtimin e infrastrukturës përkatëse, cilat kërko investime shtesë. Çështja e dytë ishte që në kontratën e financimit nuk ishin përfshirë ndërtimi i stacioneve. Tashmë është firmosur kjo si kontratë, pra do fillojë edhe ndërtimi i stacioneve. Në mënyrë që të kemi një lind 100% të kompletuar. Ka qenë dhe çështje diskutimi zgjatja kur do hynte në Tiranë apo jo, sepse aktualisht ajo do jetë tek ktesa Kamzës, po do ketë një lidhje me Tiranën. Kjo si linjë aktualisht duhet i shërbejë kryesisht pasagjerëve dhe me lidhjen kuptohet dhe mallrave, po me lidhjen e kësaj linje me pjesën tjetër të rrjetit do ketë kuptim edhe transporti i mallrave, sepse aktualisht distanca është shumë e shkurtër.